unë po që je zë i veçantë dhe ke një lloj independencë, kjo e tregojnë edhe vetë faktet. Unë besoj që ti nuk je nga ato gazetarë që kanë vila në Palas, vila në Mal, vila në ku kanë këto vilat. Po të them një gjë më shumë se ka që unë jetoj në një shtëpi shumë modeste, po shumë fare modeste, me ti me shoqë dhe me vajzat e mia. Një shtëpi parafabrikat të në zona Lidemi që është gati 60 m2, por nuk është ky thelbi i gjës. Shiko, faleminderit për konsideratën. Me që e bëm kështu, unë do të them një gjë shumë të vogël. Gjatë verës që kaloi në Tiranë ishte ambasadori gjerman në Tiranë, Werner Daum, i cili për fat ke ndroi dhe jetë në Tiranë, por unë e takova. Unë e kam njohur shumë mirë dhe kam pas korrespondencë, ai ke edhe në libër. Edhe gjatë kohës që ai ishte këtu në qellum, të flisim me këtë. Edhe më sollën në mend disa kujtime të vitit 1990 të dy korrikut, kur unë në një katon të Shqipërisë si i ri punoja gjatë verës në arat me grur. Edhe në mbrëmje po isha gati të shkoja ndeshjen e futbollit, gjysmëfinale që ishte atë ditë, dhe atë ditë kam dëgjuar që u hapën ambasadat. Edhe më ka dhëruar një emocion shumë të rrallë, shumë të rrallë ajo gjë, dhe më vonë filluat një disa personazhe të ambasadave, dhe një nga këto personazhe që qenë ti, do është para që takoj në jetë, domethënë në kuptimin. Edhe është një lloj takimi me një njerëz që më kthen pas mua në një periudhë shumë vështirë, por shumë emocionale. Kam përjetuar me emocion shumë të madh atë dy korrikë dhe ti je një nga ata aktorët atij momenti, më pas I kam parë me simpati të gjithë ata aktorë, siç kam parë edhe me dhimbje edhe me dëshpërim gjithë zhvillimet e Shqipërisë të pas atij momenti. Nëse ne hym në demokraci, hym në liri, ato pritshmëritë tona nuk u realizohen, ajo ëndra jon atij momenti, e juja ëndra të parë që bota të lloj akti gati sublim. Por gjithsesi domethënë ka qenë një moment shumë emocional dhe është e kënaqësi që jam tani në studion tonë, në studion e njeriu që ka qenë vija e parë atyre përpjekjeve për të dalë nga izolimi komunist.